Ish prokurori Ervin Karanja analizon situatën e drejtësisë dhe problematikën e ligjit për kthimin e pronave të ish-pronarëve në kontekstin e ngjarjes tragjike të vrasjes së gjyqtarit Astrid Kalaja. Karanja e cilëson si turp e padrejtësi të madhe mënyrën se si funksionon procesi gjyqësor për prona. Është turp i madh që ligji për kthimin e pronave të ish-pronarëve është bërë kundër pronarit. Ka qenë gjithmonë tendenca që pronari të mos marrë tokën e tij. Sot po ndodh pikërisht ajo që ishte parashikuar. E nis një gjyq kur je 50 vjeç dhe e mbaron 80 vjeç. Pronën e merr tek varri, thot Karanja. Ai shton se procesi i gjatë dhe burokratik i gjykatave bën që shumica e ish-pronarëve të mos arrin kurrë të marrin pronat e tyre gjatë jetës. Ligjet e fillimit të viteve 90 janë bërë në dëm të pronarit. Shumë herë pronari merr vetëm një letër gjyqi dhe asnjëherë tokën që i takon, shpjegon ish-prokurori Karanja. Një ditë më parë, vendi u trondit nga vrasja e gjyqtarit të apelit Astrid Kalaja. Në sallën e gjyqit, autori ishte pal në një proces gjyqësor pikërisht për një çështje prone. Tashmë ai është arrestuar, por siguria në institucionet e drejtësisë është hapur si çështje tani më shumë se kurrë. Si zakonisht të gjitha institucionet ja hedhin topin njëra tjetrës dhe askush nuk arrin të marrë përgjegjësinë. Ishte Këshilli i Lartë Gjyqësor që demaskoi ditën e sotme policinë e shtetit, duke publikuar të gjithë korrespondencën mes dy institucioneve, me kërkesat e posaçme për rritjen e sigurisë në ambientet e brendshme të gjykatave, pikërisht nga punonjës të policisë së shtetit.